Atletika Shkodran e vijon të mos e lëshoj podiumin e vendit të parë pas suksesit të fitimit të titujve kampion në kategoritë U16 dhe U18 zhvilluar në Shkodër. Titulli i rallës erdhi për të rriturit. Ky është i 18-ti trofe dhe i 30-ti në 107 vite histori të klubit Vllaznia. Garat e zhvilluara në stadiumin Elbasan Arena me pjesëmarrjen e 11 ekipeve me mbi 200 sportistë meshkuj dhe femra, nxori Vllaznin si një ekipin që sundoi në të gjitha drejtimet. Ky aktivitet i rëndësishëm i Federatës Shqiptare të Atletikës shërben edhe për kualifikueset e lojrave europiane që mbahen në 30 maj në Monako. Paraqitja e atletëve shkodran ishte fantastike, me rezultate që spikatën në çdo disiplinë, veçanërisht dy rezultate të jashtëzakonshme në 100 metra dhe kërcim së gjati që ngritën nivelin e aktivitetit. Vendi i parë dhe titulli kampion në klasifikimin ekipor erdhi me 155 pikë dhe kontributi i punës profesionale të trajnerëve Albert Marashi, Bruno Rotani, Dorian Tafa dhe Jetmir Jahaj. Meritën kryesore sigurisht e kanë edhe vetë sportistët, ku mes tyre veçohet Muhamet Çangeli me një super rezultat 7.73 metër në kërcim së gjati, duke u shpallur sportisti më i mirë i aktivitetit me 1039 pikë olimpike. Për të vlerësuar janë edhe paraqitjet e Rakajt, Çardakut, Koplikut, Idrizajt, Kirit dhe Rasës që u shpallën kampion në garat e tyre. Përshëndetje. Atëherë sot po zhvillojmë në stadiumin Elbasan Arena Kupën e Shqipërisë, e cila është një aktivitet shumë i rëndësishëm i kalendarit tonë. Kemi një pjesëmarrje goxha të lartë, mbi 200 atletë, mbi 10 ekipe që marrin pjesë. Presim rezultate shumë mira, sidomos dhe nga brezi i ri, i cilin e përgëzoj shumë, se i cili po vjen me një forcë shumë të madhe, edhe federata do të ketë gjithmonë prioritet. Kjo kupë sot shërben edhe si një aktivitet për lojrat europiane, është kualifikuese për lojrat europiane që do zhvillohen në Monako me datën 30 maj, edhe shpresoj shumë që sportistët japin maksimumin dhe tregojnë veten e tyre. Na presin plot aktivitete tjera, javën e ardhshme do zhvillojmë po këtu në Elbasan Arena kampionatin kombëtar të rive U20, po ashtu kena kampionatin kombëtar me datën 10-11 qershor, kemi kampionatin europian që do zhvillohet në Birmingham. Po ashtu kemi dhe lojrat mesatare që do zhvillohen në muajin shtator.